Horoskopi ditor, 26 tetor 2025, dashi, sot mund të ndihesh pak i shqetësuar ose i paduruar, i dashur dashi. Do të kesh shumë energji dhe dëshirë për të bërë gjëra, por ndoshta nuk do të kesh durim të ndjekësh çdo hap me kujdes. Idetë tua janë të forta dhe mund të reagosh me emocione nëse dikush nuk të kupton siç duhet. Detyrat e zakonshme sot mund të duken të mërzitshme, ndaj ka mundësi të kërkosh diçka më interesante për të bërë. Kujdes me fjalët, jo të gjithë flasin me zemër, prandaj mos i merr çdo gjë personale. Mos haro të përqendrohesh tek ajo që është me të vërtetë e rëndësishme për ty, sepse sot mendja mund të shpërndahet lehtë. Në pjesën e dytë të ditës mund të biesh pak me humor ose të ndihesh pa shumë besim tek vetja. Ndoshta dikush të lodh me sjelljen e tij ose thjesht ndihesh i paqartë për diçka. Mos e shty veten shumë, merr pak kohë për të kuptuar çfarë dëshiron vërtet. Nëse ndjen se po e mban fort diçka ose dik, pyet veten pse. Ndonjëherë, për të gjetur qetësinë, duhet të lëshosh pak. Këshilla e ditës: mos e mbaj inatin për të treguar që kujdesesh. Qetësia dhe durimi tregojnë forcë më shumë se zemërimi. Demi, sot dita ka një energji të fortë dhe pozitive, i dashur Demi, por duhet të kesh kujdes me nxitimin. Mund të jesh pak i paduruar për të marrë vendime apo për të gjykuar situata, dhe kjo mund të sjellë tension, sidomos nëse ndihesh i kufizuar ose pa drejtim kohët e fundit. Intuita jote është e fortë sot, dëgjoje me kujdes. Mos i anashkalo ndjenjat apo mendimet që zakonisht përpiqesh t'i shtysh mënjan. Ndonjëherë, ajo që përpiqemi të injorojmë është pikërisht ajo që ka më shumë rëndësi. Në marrëdhëniet me të tjerët, përpiqu të jesh i drejtë dhe i qetë. Sot mund të mërzis vonesa ose mënyra e ngadaltë e dikujt tjetër. Por mos lejo që kjo të prish humorin. Mund të kesh prirjen të tërhiqesh kur dikush afrohet shumë, ose ta shtysh dik kur ndihesh i pavendosur. Kjo tregon se ende nuk je plotësisht i qartë për atë që do. Nuk është dita më e mirë për të marrë vendime të mëdha në dashuri apo punë. Edhe pse dëshiron shoqëri dhe afërsi, ndoshta sot të bën mirë pak qetësi dhe kohë për veten. Këshilla e ditës: mos e detyro veten të veprosh menjëherë. Merr frym thellë, dëgjo zemrën tënde dhe lëri gjërat të rrjedhin natyrshëm. Përgjigjet do të vinë vetë. Binjakët, sot mendja jote është shumë e përqendruar tek marrëdhëniet e ngushta dhe projektet personale. I dashur binjak, ke dëshirë të rritesh, të përmirësosh gjërat dhe të ecësh përpara, por mund të ndihesh pak i paduruar në mëngjes. Kujdes me nxitimin, qetësia do të ndihmojë të arrish më shumë. Kjo nuk është dita më e mirë për të vepruar vetëm apo për të marrë vendime të rëndësishme pa këshillën e dikujt tjetër. Do ta ndjesh që jeta bëhet më e lehtë dhe më e bukur kur bashkëpunon me dikë. Megjithatë, ke edhe nevojën tënde për liri dhe pavarësi, dhe kjo mund të ngatërojë pak në ndjenja. Përpiqu të gjesh një mes të artë, që të jesh vetvetja. Por edhe të shijosh shoqërinë, sot mund të ketë shumë shpërqendrime, dhe ndoshta do ta kesh të vështirë të përqendrohesh në detaje apo punë që kërkojnë vëmendje. Edhe komunikimi me të tjerët mund të mos jetë shumë i qartë. Mos prit përgjigje të menjëhershme, as nga të tjerët e as nga vetja. Këshilla e ditës: mos u shqetëso nëse ndihesh pak pa drejtim. Merr frym, bëj një pushim dhe mos haro, edhe pasiguria është pjesë e rrugës drejt qartësisë. Gaforja, në fillim të ditës do të kesh shumë ide të mira dhe mënyra të reja për të zgjidhur problemet. E dashur Gafore, megjithatë, energjia mund të jetë pak e paqëndrueshme, ndaj duhet të kesh kujdes me nxitimin dhe padurimin. Nëse i qasësh gjërave me qetësi, mund të arrish shumë sot. Edhe pse do të tërhiqesh nga gjëra të reja dhe surpriza, është e rëndësishme të mos harrosh detyrat e përditshme. Nëse e organizon veten mirë, do ta shijosh ndjenjën që po vendos rregull dhe po zgjidh gjëra që ndoshta i ke lënë pas dore. Një plan i qartë do të ndihmojë ta mbash ditën nën kontroll, nëse një projekt apo punë fillon të duket më e vështirë se më parë. Mos u dorëzo. Nëse ja vlen për ty, ja vlen edhe përpjekja. Më vonë gjatë ditës mund të ndihesh pak i pasigurt për një vendim, sikur për të fituar diçka duhet të heqësh dorë nga diçka tjetër.
Gjithashtu, mund të ndihesh i ndarë mes detyrës dhe dëshirës për pak kënaqësi apo pushim. Në vend që të nxitohesh, merr pak kohë për të qetësuar mendjen. Kur je i qetë, arrin të shohësh më qartë se çfarë është më e rëndësishme për ty, kështu do të marrësh vendimin e duhur pa e çuar veten në ekstrem. Këshilla e ditës: mos harro se ndonjëherë balanca është çelësi. Nuk ke pse të zgjedhësh mes detyrës dhe dëshirës, mund t'i gjesh vend të dyjave. Me pak durim me mençuri. Luani, sot dita të sjell një energji lozonjare dhe plot dashuri. I dashur Luan, do të ndihesh më i gjallë, më krijues dhe me dëshirë për të bërë diçka ndryshe. Zemra jote kërkon gëzim dhe liri, ndaj çdo gjë që të lejon të shprehesh vetveten do të bëjë mirë, qoftë një hobi, një shëtitje, apo thjesht pak kohë me njerëzit që do. Megjithatë, mund të ndjesh një lloj shqetësimi të brendshëm, sidomos nëse kohët e fundit nuk ke pasur shumë balans në jetën tënde. Dita mund të mos jetë plotësisht e qëndrueshme, por nëse ruan qetësinë, gjithçka mund të shkojë mirë. Mos u nxit për të marrë vendime të rëndësishme për familjen apo jetën personale, ndoshta nuk i ke të gjitha përgjigjet ende. Dhe kjo është në rregull. Nëse dikush përpiqet të të shtyjë ose të të nxisë të veprosh, mund të reagosh me nervozizëm. Thjesht merr frymë dhe kujto, ndonjëherë është mirë të ndalesh për pak, të mendosh dhe të lejosh gjërat të qetësohen vetë. Hezitimi nuk është dobësi, është mençuri. Këshilla e ditës: mos harro të luash pak sot, të qeshësh dhe të kujtosh se jeta nuk është gjithmonë garë. Qetësia dhe gëzimi janë shenja të forcës së vërtetë. Virgjëresha, sot një pjesë e jotja dëshiron të qëndrojë në rutinën e zakonshme. E dashur Virgjëresh, por një tjetër pjesë ndjen një lloj padurimi dhe dëshirë për ndryshim. Zemra kërkon të kuptojë më mirë ndjenjat, ndaj është mirë të ndalosh pak dhe t'i dëgjosh ato me qetësi. Mund të ketë pak tension në marrëdhëniet e ngushta, por në thelb kjo ndodh sepse dëshiron më shumë zhvillim dhe përmirësim në dashuri, në punë apo në jetën personale. Nëse e kupton këtë, do të mund ta kthesh stresin në motivim. Bëj një plan të thjeshtë për qëllimet e tua dhe mos u ngut. Hapi i vogël i sotëm mund të bëjë diferencën nesër. Ndërkohë, përpiqu të gjesh balancën mes nevojës për afërsi dhe dëshirës për të ruajtur pavarësinë tënde. Bota e brendshme të thërret, por edhe jashtë ke njerëz dhe situata që kërkojnë vëmendjen tënde. Më vonë gjatë ditës, mund të ndihesh pak i pasigurt për çështje që lidhen me financat apo me marrëdhënie të thella emocionale. Mos u përpiq t'i zgjidhësh menjëherë, ndonjëherë mjafton t'i vësh gjërat në radhë dhe t'i shohësh me qetësi. Këshilla e ditës: mos u përpiq të kontrollosh gjithçka. Rrjedha e natyrshme e jetës shpesh sjell përgjigjet që ne nuk i gjejmë me forcë, mjafton durim dhe besim. Peshorja, sot, e dashur peshore, mund të ndihesh pak mes dy anëve, dëshiron qetësi dhe harmoni, por njëkohësisht diçka brenda teje kërkon ndryshim. Dita sjell mundësi për të kuptuar më mirë ndjenjat e tua dhe për të parë më qartë çfarë të mungon. Në mëngjes, mund të jesh i përfshirë në çështje që lidhen me punën ose marrëdhëniet personale. Përpiqu të mos e mbingarkosh veten me përgjegjësi, sepse sot ke nevojë për pak frymëmarrje shpirtërore. Nëse ndjen tension me dikë, mos e zgjidh menjëherë, lëre kohën të qetësojë situatën. Më vonë gjatë ditës, mund të vijë një frymëzimi për të bërë diçka të bukur. Ndoshta të krijosh, të dekorosh apo të kalosh kohë me njerëz që të japin energji pozitive. Por kujdes me prirjen për të munduar t'i kënaqësh të gjithë. Sot është mirë të vendosësh kufi të qartë. Nëse diçka të duket e paqartë në dashuri apo në marrëdhënie, mos e detyro veten të marrësh vendim të menjëhershëm. Ndonjëherë hezitimi është mënyra më e mirë për të gjetur ekuilibrin që kërkon. Këshilla e ditës: mos harro se edhe ti ke nevojat të tua. Jepu të tjerëve dashuri, por mos harro të kujdesesh edhe për shpirtin tënd. Kjo është mënyra e vetme për të mbajtur paqen që kërkon. Akrepi, sot dita fillon qetë, i dashur akrep. Ke dëshirë të qëndrosh pranë gjërave që të japin rehati, një vend i qetë, një shëtitje e shkurtër, ose thjesht disa momente për veten tënde. Gjërat e vogla që të kujtojnë bukurinë e jetës do të bëjnë të ndihesh mirë. Megjithatë, në mëngjes mund të ndihesh një nxitje të brendshme, sikur të duash të bësh diçka ndryshe apo më emocionuese.
Kjo është energjia e Venusit dhe Uranit që të shtyn drejt ndryshimin. Nga njëra anë do afërsi, nga ana tjetër do pavarësi, dhe kjo mund të krijojë një lloj përplasjeje të vogël me veten ose me të tjerët. Në marrëdhënie, përpiqu të dëgjosh po aq sa flet. Bisedat e hapura do të ndihmojnë të shmangësh keqkuptimet dhe do të sjellin më shumë qartësi. Nëse ndihesh i hutuar për diçka që dëshiron, mos e detyro veten të gjesh përgjigje menjëherë. Ndonjëherë, ajo që kërkon bëhet më e qartë kur pushon së kërkuari me ngulm. Në mbrëmje mund të ndihesh pak pasiguri ose mungesë besimi në vetvete. Mos e shih këtë si diçka negative, është thjesht një shenjë që duhet të ngadalësosh dhe të reflektosh. Zgjidhjet do të vinë me kohën, jo me ngut. Këshilla e ditës: mos harro, jo çdo ditë duhet të jetë e fortë apo e mbushur me veprim. Disa ditë janë për të ndalur, për të marrë frymë dhe për të kuptuar më mirë se çfarë do zemra jote me të vërtetë. Shigjetari, sot hëna qëndron në shenjën tënde për pjesën e parë të ditës. I dashur shigjetar, duke të dhënë energji emocionale dhe mundësi për t'u vënë re. Megjithatë, kujdes me padurimin, ndonjëherë mund të nxitesh të lësh pas gjëra që të shqetësojnë pa menduar mirë. Ke dëshirë të lësh pas problemet emocionale që të kanë bezdisur dhe të ndihesh më i lirë. Nëse ke punë të papërfunduara, sot mund të dalin në pa, ndaj është më mirë t'i përfundosh para se të ecësh përpara. Kjo do të bëjë ditën më të lehtë dhe më të këndshme. Mund të ndjesh pak shqetësim për balancën mes punës dhe pushimit, dhe është mirë të mendosh mënyra për ta përmirësuar këtë. Besimi mund të mos jetë në nivelin më të lartë, veçanërisht në çështjet e dashurisë, projekteve krijuese ose lidhjeve me fëmijët, prandaj është më mirë të mos ngutesh sot, edhe pse mund të ndihesh pak i pasigurt. Energjia emocionale e ditës të jep mundësi për kreativitet dhe spontaneitet. Nëse e përdor me kujdes, kjo mund të bëjë të ndihesh i frymëzuar dhe i gjallë. Këshilla e ditës: mos u nxito për të zgjidhur gjithçka menjëherë. Merr kohë për të reflektuar dhe për të vendosur prioritetet. Kjo do të ndihmojë të ecësh përpara më i lehtë dhe më i lumtur. Bricjapi, sot hëna kalon pjesën e ditës në sektorin tënd të privatësisë. I dashur Bricjap, duke të futur në një humor reflektues. Kjo është një ditë e mirë për pak kohë për veten, për të pushuar dhe për të rikthyer në ritmin tënd. Je në fazën përfundimtare të një cikli hënor, ndaj energjia emocionale mund të jetë më e ulët se zakonisht. Por kjo është mundësi për të dëgjuar ndjenjat e tua dhe për të rishikuar çfarë ka ndodhur gjatë 4 javëve të fundit. Mund të ndihesh i shtyrë të flasësh para kohe, por është më mirë të presësh derisa të jesh gati dhe të kesh qartësuar mendimet. Ndonjë ndjenjë lirie mund të shfaqet pas një këndi të ri mendimi. Dhe kjo mund të udhëheqë drejt vendimeve të duhura. Megjithatë, sot nuk është dita më e mirë për të shtyrë planet personale, veçanërisht nëse ndihesh i pasigurt. Nëse ke dyshime për diçka, lejo vetes pak kohë. Ndoshta kjo është shenjë që duhet të presësh pak para se të marrësh vendime të rëndësishme. Këshilla e ditës: merr kohë për veten dhe reflektim. Shpesh, pritja dhe qetësia janë më të dobishme se sa vendimet e nxituara. Ujori, sot hëna kalon pjesën e parë të ditës në sektorin tënd social. I dashur Ujor, dhe mendja jote është e përqendruar tek e ardhmja. Megjithatë, kujdes të mos ngutesh, mund të kesh prirjen të anashkalosh hapa të rëndësishëm. Më mirë vepro nga zemra dhe jo thjesht si reagim ndaj njerëzve apo situatave përreth teje. Ke dëshirë të ecësh rrugën tënde dhe shpesh kjo të shkon mirë, por sot nxitja për vendime mund të sjellë pak probleme. Mund të ndihesh pak i hutuar ose i pasigurt për hapat e ardhshëm. Kur të arrish diçka që dëshiron, ndonjëherë mund të ndihesh i zgënjur. Kjo ndodh sepse ndoshta nuk je plotësisht në kontakt me atë që dëshiron realisht. Sot nuk është dita më e fortë për guxim dhe besim, por më shumë për të bërë rregullime të vogla. Kujdes me komunikimin, sidomos në situata zyrtare apo formale. Keqkuptimet mund të jenë të kushtueshme. Shiko mirë se si mund të mos pengosh vetveten për të arritur qëllimet që ke vendosur. Këshilla e ditës: mos ngut me vendime të nxituara. Merr kohë për të kuptuar dëshirat e tua dhe vepro me qetësi. Kjo do të ndihmojë të ecësh përpara pa pengesa. Peshqit, sot përgjegjësitë ndaj të tjerëve janë në fokus. I dashur Peshq,
Ke mundësi të tregosh përpjekjen dhe aftësitë tua, por është e rëndësishme të vendosësh prioritetet. Kujdes, sepse të tjerët mund të jenë më të ndjeshëm ndaj kufive sot. Dita mund të sjellë surpriza nga njerëzit përreth, ose pak pasiguri dhe papërputhshmëri që të mbajnë vigjilent. Ndonjë dëshirë e papritur për të bërë diçka ndryshe mund të tërheqë vëmendjen tënde, por sot nuk është e lehtë të kuptosh me saktësi çfarë dëshiron. Impulsiviteti mund të hedhë pak jashtë kursit, mund të ndjesh një dëshirë të fortë për të ikur nga rutina apo për të bërë një ndryshim të madh. Por ndoshta nuk ndihesh gati ose je i paqartë për ku dëshiron të shkosh. Mendohu nëse frika për të shprehur bindjet e tua po të pengon të kesh biseda të shëndetshme. Gjej mënyra të vogla për të qetësuar veten gjatë ditës, një pushim i shkurtër, një shëtitje ose disa minuta reflektimi mund të bëjnë shumë për energjinë tënde. Këshilla e ditës: mos nxitohesh dhe mos u humb në shqetësime të vogla. Merr frym, qetësohu dhe vepro hap pas hapi. Kjo do të ndihmojë të gjesh qartësi dhe paqe brenda vetes.